Në këtë edicion do të ndiqni. Monitorimi i vazhdueshëm i pyjeve ka bërë që rastet e prerjeve ilegale të pyjeve të bien nga viti në vit. Qendra për parandalimin e vetvrasjes shkurton orarin e punës, shkak vështirësitë financiare. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Monitorimi i vazhdueshëm i pyjeve ka bërë që rastet e prerjeve ilegale të pyjeve të bien nga viti në vit. Bilbil Xhuxha, përgjegjësi pylltarisë në njësinë e APK-s në Gjakov, ka pohuar se prerjet ilegale kryesisht ndodhin në vjesht, por situata këtë vit qëndron shumë mirë, pal angazhimit të ekipeve të terrenit për të parandaluar secilën prerje ilegale në pyjet e komunës. Marrëdhjen e montit të Ftallës, sinës së dimrit, qytetarët kërkojnë mënyra të ndryshme për të ngrohur, ndërsa drejt mbeten një nga lëndët djegëse më të përdorura. Përgjegjësi i njësisë së Agjencisë së Pylltarisë së Kosovës në Gjakov, Bilbil Xhuxha, thotë se këtë vit nuk janë vrartur prerje të shumta të dronjve dhe se pyjet nuk kanë pësuar dëmtime. Ka dëmtime, po pak. Së është bo shpërngulja njerëzve dhe shto klima tash po dominojnë ma mirë, dëmtus kemi po shumë pak. Është ramja dukshme e pyju në krahasim me vitet tjera. Tu marrë parasysh në gjitha rajonet, shokon gjendja më përpashme, tash është ma stabile. Po ma pak dome në çdo rajon, mund të pas 1% shumë e vogël, në krahasim me vitet e kaluara. Xhuxha shton se vëdësimi i shtetërorëve për rëndësinë e mbrojtjes së pyjeve është rritur dukshëm. Nuk kem hasa si njerëz, sikur përpora ka posa si raste, ma përpora tash nuk kemi asnjë raste, është gjendja më stabile, rojet janë non-stop në terren, çdo terren, për çdo mëngjes aktivizohen punë, lajmërojnë, informojnë, njerëzit më vëdësuan për rujtjen e pyllit për çdo gjë. Janë vëdësuar njerëz, i falenderoj shumë se është shumë e vëdësueshme gjendja, njerëz gjithçka në rregull. Ai thekson se stafi i APK-s është vazhdimisht në terren duke monitoruar gjendjen e pyjeve për të parandaluar dëmtimet dhe prerjet ilegale. Banorët që jetojnë përreth zonave të lumenjve janë ankuar për gjendjen e tyre pas rreshjeve të fundit. Imazhet e regjistruara nga mediumi Ynë Sot tregojnë për një gjendje as pak të mirë të tyre. Hapësirat të tyre janë të mbushura me mbeturina, që përpasoj mund të jenë mbartur edhe nga zona të ndryshme nga rrëmbimet e ujrave gjatë rreshjeve atmosferike. Rreshjet e dendura që kanë përfshirë vendin tonë gjatë gjithë javës kanë shkaktuar probleme në disa qytete dhe fshatra. Në disa zona ka pasur përmbytje, ndërsa lumenjët janë fryrë dhe kanë dalë nga shtrati. Përveç vërshimeve, ajo që bie më së shumti në sy pas rritjes së nivelit të ujit janë mbeturina të shumta që kanë marrë me vete lumi. Në lumin e Renik në Gjakov, qeset e plastikës dhe mbeturina të tjera kanë mbetur të varura në përpem e shkure për gjatë gjithë shtratit. Situata është e njëjtë edhe në një segment të lumit të Lukac, ku pas vërshimeve janë grumbulluar sasi të mëdha mbeturina të ndryshme. Së fundmi kemi raportuar edhe për gjendjen e shkaktuar pasi lumi në Karada kishte dalë nga shtrati, e pas tërheqjes në rrugë kishin mbetur mbeturina të shumta. Në spitalin e përgjithshëm Misa Grezda në Gjakov është hapur konkurs për pranim të disa profesionistëve. Materiali në vazhdim na njeh me detaje shtesë. Në spitalin e përgjithshëm Misa Grezda në Gjakov janë hapur konkurset nga burimet njerëzore për pozitat infermier dhe mjek specialist. Drejtori i spitalit Hilmi Shala thotë se hapja konkursit është nevojshme dhe se repartët që aktualisht kanë mungesë të specialistëve do të mbulohen me kuadro të rinj. Pas nevojave që i kemi, i vendosim edhe në plan të punës nevojat për mjek për gjitha profilet. Kemi pas konkurse edhe për qendrën e hemodializës në Raves, ku siç dihet nga janari 2026, ajo qendër do të kalon në përgjegjësinë e Spitalit Gjakovës dhe kemi pas nevojë atje që të rekrutojmë disa infermierë dhe profile të tjera. Pastaj është konkursi për mjek specialist për Spitalin e Gjakovës. Janë dikon 18 pozita profileve të ndryshme që mendojmë të rekrutojmë pranë spitalit tonë. Kjo për arsye se pritet tash një kontingjent i madh i specialistëve të rinj që të vinë të përfundojnë specializimin dhe një pjesë e tyre jam i bindur që të kyçen në spitalin tonë.
Shala thekson se edhe konkursi për pranimin e infermierëve është i domosdoshëm dhe i qelluar për funksionimin e spitalit. Derisa punësojmë mjek specialist, duhet të punësojmë edhe infermier me normat e shëndetësisë, është 2 infermier duhet të jenë për 1 mjek. Ne këto nevoja i parashohim me kohë, domethënë i kemi plan të punës. Pashtu shtohen edhe shërbime të reja, duhet shtohen edhe infermier. Për tani do të rekrutojmë 10 pozitat e infermierëve, disa janë me bachelor, domethënë disa janë me shkollë të mesme. Për vitin 2025 mendoj që do ta përmbyllim planin e burimeve njerëzore ashtu siç e kena planifikuar në fillim të vitit. Sipas tij, pranimi i infermierëve dhe specialistëve të rinj do të rrisë për kushtimin profesional dhe nivelin e shërbimeve shëndetësore për pacientët në Spitalin Isa Grezda në Gjakov. Mbetemi të shëndetësia dhe sjellim një tjetër kronik. Doktoresha oftalmologe Shukrene Roka thotë se është shumë e rëndësishme që personat që mbajnë syze të dinë edhe t'i ruajnë ato gjatë përdorimit. Madje doktoresha ka folur edhe për rastet e atyre personave të cilët nuk preferojnë të mbajnë syze por lente për disa arsye. Ndjekim kronikën. Për personat që mbajnë syze, mënyra e duhur e kujdesit ndaj tyre është e rëndësishme. Doktoresha Shukrene Roka thotë se nëse nuk ndodh kjo, atëherë efekti i mbajtjes së syzeve nuk arrihet. Personat të cilët kanë nevojë për syza dhe i mbajnë ato, së pari është këshilla e parë që duhen t'i mbajnë rregullisht, e sidomos te moshat e reja, te fëmijët kur fillojnë t'i mbajnë, prindët duhet të jenë ata që ta mësojnë fëmijën që vazhdimisht t'i mbajnë. Se nëse nuk mbahet si duhet, atëherë edhe efekti i syzeve nuk mrihet. Ana tjetër është të kujdeset për pastërtinë e syzeve prindi të fëmijët kur po flasin. Edhe që trajtohen, që mos të grithen, mos damtohen, që të rritunit, gjithmonë të kenë kujdes në bartjen e syzeve, mos t'i gjujnë gjithkohë, mos t'i lënë mbështetjen në tavolinë nëse ju grithen, ju damtohen. Mirë po, për mbajtja e syzeve, se shumë herë kemi raste kur pacienti pyet, a i komo në këto për krejt jetën ose me njëherë prej momentit parë e marrin si me averzion. Sipas doktoreshës, syzet mbeten mjeti kryesor për korrigjimin e shikimit, ndërsa lentet e kontaktit rekomandohen vetëm për persona mbi 18 vjeç dhe gjithmonë me kujdes të lartë higjiene. Bartja e syzeve është një ndihmë e syrit. Syri nuk mund të kompenzohet me kurrë tjetër për mungesën që ka përveç syzeve. Janë varianta tjera, tash janë lente, kontakte e këto, po mos të marrin gjithmonë mendjen te intervenimit kirurgjik për me largu syzet, se bartja me kohë e ka efektin shumë të madh edhe rëndësinë shumë të madhe. Se nëse nuk barten me kohë, vjen deri te dopsia e syrit ose që i themi ne dembelia e syrit. Ajo nuk ka kthim pas. Doktoresha Roka tregoi disa këshilla rreth mbajtjes së syzeve. Kisha këshillu që ata që mbajnë syze të bëjnë edhe kontrollat e rregullta të mjeku, te i cili janë caktuar syzet, sepse vijnë deri te ndryshime i dioptrisë, vjen ndonjë rast që nuk shkon, atëherë duhet mu ndërmarr me kohë, se ka raste mas 2-3 viteve vjen në kontroll, edhe ka ndrru total gjendja. Thotë jo, unë e kom pa që s'jam ty pa mirë, po hajtë që disa erdha. E atëherë nuk kthehen gjonat. Do më thonë, ma mirë është mënyrë graduale. Unë kisha preferuar, unë zakonisht pacientëve, ju them moshave të vogla, në 6 muaj me bë kontroll, se pritet ndryshime më shumë, vjen të rrit syni, ndryshojnë gjonat. Të rritunit bile një herë vjet është e këshillueshme me bëni vizitë. Doktoresha Roka thekson se personat që përdorin lente duhet të kenë gjithmonë syze rezervë për t'i dhënë syrit kohë të ajroset dhe të oksigjenohet. Sipas saj, kujdesi dhe kontrolli i rregullt janë kyç për ruajtjen e shëndetit të syve. Syzat janë të parat që duhen me qenë në çdo rast. Lentet kontakte, unë i preferoj për shembull gjithmonë mbi moshën 18 vjeçare, edhe pse tash o bë kjo biznes mujnë mu blej ku dush, edhe shkojnë i blejnë moshat më të vogla, se s'dojnë mi bajt syzet e nuk është as pak e këshillueshme. Në anën tjetër, higjiena e syve ato janë shumë duhet me qenë i kujdesshëm kur i mban. Edhe gjithmonë edhe ata që i kanë lentet, kontakte, duhen mi pas edhe një palë syze rezervë, që në momentin kur kthehen në shtëpi,
ti heqin ato, që ta iroset syrit, oksigenohet kornea, këto, pasërtia është tjetër, edhe lentat kanë kohë mu pastru në të lëngun e vetë, kështu që është shumë e këshillueshme. Në fund, doktoresha Roka thot se vitet e fundit vrehet se ka filluar një vetëdijsim më i madh tek qytetarët për kontrollin dhe mirëmbajtjen e syzeve, duke ndikuar pozitivisht në parandalimin e problemeve të shikimit. Qendra për parandalimin e vetvrasjes e njohur si linja e jetës, pavarësisht vështirësive financiare, ka qëndruar e palëkundur në misionin e saj për gjatë 6 viteve të funksionimit. Në një lidhje virtuale, Yll Zanikçi thotë se nga data 29 dhjetor, përkundër dëshirës së tyre, linja e jetës do të shkurtojë orarin e punës, nga ku shërbimet e saj do të jenë funksionale vetëm 4 orë, nga ora 18 e deri në ora 22. Qendra për parandalimin e vetvrasjeve linja jetës është linjë telefonike për parandalimin e vetvrasjeve. Të gjitha telefonatat pranohen nga vullnetar të trajtuar profesionalisht për linjën e jetës dhe të gjitha mendimet dhe ndjenjat e atyre që telefonojnë ruhen në konfidencialitet dhe nuk gjykohen. Yll Zanikçi, menaxhere e shërbimeve emergjente, thotë se përmbyllja vitit të 6 të punës na gjeti pa qëndrueshmëri financiare për shërbimet tona. Linja vazhdimisht u përball me shumë sfida, që shumicën e rasteve janë të lidhur me gjendjen financiare, ndërsa ky 6 vjetor na ka gjetë me ma shumë sfida se sa që kemi paramendu. Tu e marr parasysh që para një viti vetëm se kemi dorëzuar peticionin për me formu ligjin për parandalimin e vetvrasjes. I kemi mbledh më shumë se 12.000 nënshkrime prej qytetarëve të Kosovës, që ndihmon në krijimin e këtij ligji dhe në të njëjtën kohë institucionalizimin e linjës së jetës si qendër për parandalimin e vetvrasjes. Mirë po, duke marrë për bazë gjendjen aktuale politike që është në Kosovë, është tepër e pamundshme për neve me kriju, me qit mas parti në kuvend mënyrë që të diskutohet mbi këtë ligj. Nikçi gjithashtu tha se aktualisht nuk kemi fonde për 16 orë punë, siç e kishim deri më tani. Tërësisht ndërlidhet me fondet. Linja e jetës është projekt i Qendrës për Informim dhe Përmirësim Social, dhe nuk i kemi fondet që me mirëmbajt vitin e ardhshëm linjën e jetës me 16 orë brenda ditës që të funksionojë. Kështu që duke marrë parasysh gjendjen financiare që kemi si organizat, është dashur me marrë këtë vendim që me reduktu orarin, edhe prej 29 dhjetorit do të jetë vetëm me 4 orë në dispozicion brenda ditës prej orës 18 deri në orën 22. Po që ndërlidhet komplet me gjendjen financiare. Por për të plotësuar këtë boshllëk, të interesuarit mund të shfrytëzojnë qatin e pastaj në një mundësi të dytë ne ju përgjigjemi, thot Nikçi. Nëse hyni në rrjetet sociale tona, do të thonë në Facebook dhe Instagram, atëherë mund ndeni me pa edhe linkon për chat, ku njerëz munden me shkru me neve, edhe që është e qasshme jo vetëm për qytetarët e Kosovës, do të thonë, por është edhe për diasporan. Kështu që secili individ mundet me na shënu edhe përmes chatit nëse nuk e ka mundësinë me bisedu përmes telefonit me neve. Menaxheria e projekteve Nikçi tha se të gjithë persona që kanë besim në shërbimet tona mund të bisedojnë me ne për çfarëdo brenge që kanë në mendje, pa marrë parasysh se çka mund të jenë ato. Nga 2 euro sa ishte çmimi i vezëve para disa muajve, 30 copë vezë në tregun e Gjakovës sot kushtojnë rreth 6 euro. Kjo rritje drastike po ju pengon shumë konsumatorëve. Kjo pasi veza është një produkt elementar në shportën familjare dhe një rritje e tillë është vështirë e përballueshme.
Çmimi I vezëve në tregun e Gjakovës ka shënuar një rritje të jashtëzakonshme muajt e fundit. Nga rreth 2 euro sa kushtonin më herët, sot një paketim prej 30 vezësh arrin deri në 6 euro, duke trefishuar kështu koston për konsumatorët. Kjo rritje e menjëhershme dhe ndjeshme po I rëndon sidomos familjet, për të cilët veza mbetet një prej produkteve bazë dhe më të përdorura në shportun ushqimor ditore. Shumë qytetarë shprehen të shqetësuar se një çmim I tillë është I papërballueshëm, sidomos në kushtet kur rritjet e çmimeve po prekin pothuajse të gjitha produktet esenciale. Rritja e çmimit të vezëve konsiderohet vetëm një nga treguesit e presionit ekonomik me të cilin po përballen qytetarët, ndërsa mbetet për të parë nëse çmimet do të stabilizohen në javët e ardhshme. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Monitorimi I vazhdueshëm I pyjeve ka bërë që rastet e prerjeve ilegale të pyjeve të bien nga viti në vit. Qendra për parandalimin e vetvrasjes shkurton orarin e punës, shkak vështirësitë financiare. Këtu merr fund ky edicion qendror I lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.